Emocione pa fund, që në falin nga garëcit. Zahir Pajaziti, Hakif Zinuahu dhe Edmond Hoxha. Sot kanë përbashk miq nga të gjitha viset, që do t'i përshëndesim të gjitha ta që kanë ardhur eras nga Maqedonia, nga Gjilani, nga Kamenica, nga Deçani, kryetarin e shoqatës Lëvizja, zotin Gjevat Bislimi, shumë të nderuarin kryetarin e shoqatës së të burgosurve politik, Shefik Sadiku. Gjithashtu falenderojmë kryetarin e Unionit. Falenderojmë kryetarin e Unionit Artistik të Kombit Shqiptar, mjeshtrin e madh Azkan Haklaj dhe gazetarin Ismail Bushpataj, i cili përsa afërmi po përcjell këtë manifestim madhështor e do të kryoj kronik për shumë televizion shqiptare. Jam të shumët ata që duhet falenderuar e përshëndetur, por ajo që është shumë e rëndësishme është që edhe artistët janë të gjitha trevave dhe të gjitha gjeneratave. Student, artist karriere dhe ikona të artit scenik shqiptar. Në këto momente, kam nder dhe kënaqësi të ftoj një mjeshtër të madh, aktor e regjisor, i cili ka ardhur engas nga Tirana për të sjellur personalitetin e madh të poetit tonë Ali Podrinja, që sa herë përmendim, na kujtohet thënia Kosova për gjakullin që nuk falet. E sot ai do të sjellë poemën Zgjohu Kosovë. E ftoj në skenë mjeshtrin Lesh Nikola. Zgjohu Kosovë. Zgjohu nana ime e dashur. Balli dhe emri im i shkelur. Zgjohu, oj. Apo e ndjenë varin tim? Apo e shesi t'i kanë ngullur syt, mu në zemër, mu në shpirt, si t'i kam hedhur duart në të belit për të përqafuar unë, ashtë yt? Zgjohu Kosovë. Nga degët e mia të thyra, kush po dalë? Këtë votër, kush po e le? Që në të gjurë në gjaku, në përfytyrën tënde, këto varre morana që sjellën rreth shtëpisë time. Zgjohu Kosovë, nana ime e dashur. Sonde vetëm mbeta ndër toporët, askush s'po troket, askush më. Po mirë, pas rënies heroike të Zahirit, Hakifi bashkë të rana atharin e liris, por babai Hakifit kujtonte diçka. I kishte thënë, nëse dikush mund të zvendësonte Zahirin, ishte qëllim e Musheci. Dhe pas rënies së 3 heronjeve, 3 nënit të janarit, Ilir Musheci vazhdoi amanetin e tyre, duke bërë buj atentatin ndaj ish rektorit të dhunshëm sërb të Universitetit të Prishtinës në vitin 1996
dhe këtë amanet të shokëve të tij pandashëm, Ilir Komshevci, e vazhdoi deri në maj të vitit 1998, kur pabesisht u vra nga agresori serb. Por së bashku ata na japin aq përdi, na flasin me aq krenari, na japin aq dritë nga sheshi i dëshmorëve të këtij qyteti. Ne kemi mall, kemi shumë mall për herojnë tanë, por kanë mall bashkëveprimtarët, bashkëluftëtarët, të cilët në këtë sallë janë të shumët. Në emrin tuaj është dedikuar sërish një këngë mall për shokët dëshmor, që ju dedikohet të 4 herojve të lirisë dhe të gjithë atyre që ranë për Kosovën tonë të lirë. Zahir Bayaziti nuk ishte vetëm pushka e pari lirisë, ishte artist. Këndonte kënga, ekzekutonte në fyë, sa i pëlqente daullja, sepse i paraqiste kushtrimin e bashkimit për rezistencë, posaçërisht në zonat malore. Pikrisht mbi këto ritme të fuqishme të daullëve tona, instrument tipik kombëtar, kompozitori Pemi Ibrahimi ka ndërtuar një vepër, të cilën do ta ekzekutoj profesoresha e nderuar Rudina Ciko. Dy figura legjendare të ushtrisë shqiptare të Kosovës, Zahir Bayaziti dhe Adem Jashari, përveç që kishin koordinata së bashku, historikisht janë të pandashëm për një arsye. Zahir Bayaziti paraqet forcën e nisjes së një rezistence dhe vendimin e guximshëm për të nisur luftën për lirinë e Kosovës. Ndërkaq Adem Jashari paraqet besë të dhënë për liri. Dhe në emër të asaj bese të dhënë, ranë antarin e lirisë, bashkë me 58 antare të familjes. Pra, Zahiri është rruga drejt lirisë. Adem Jashari është pika e pakëthyeshme drejt hapjes së një kapitulli të ri Kosovës lirë. Në kujtim të kësaj lufte të shejtë, dhe të 3 shkronjave të arta, UÇK, do të sjellin përpara jush legjendat Këndoja me madh. Lule
pajaziti, o ku ta gjej fjallën e rallë, o që ta shkruj bilapidar. Ti luftëtar e kosovar, trim shqiptar, pa i hapi krahët, për qapoje sot Kosovën e parë, që të rriti rezilart, që të lindi luftëtar. Janë këto vargjet e kompozitorit të njohur të këngëve arbitare Mahim Gjoshin, i cili ka shprehur tërmalli nostalgjin, krenarin, lavdin për figurën emblematike të Zahir Pajazitit. Këngëtari i cili do ta sjell këtë këngë, amanetin për këngën lapidare, amanetin për dëshmorët, për kushtimin e tij të pashoq, e ka trashëgim, sepse vjen nga familja dhe trungu i Sulejman Bokshit dhe daj i tij ishte heroi Edmond Hoxhaj. Ftoj përpara jush për të sjellur premier këtu në Podujevën heroike, këngë për Zahir Pajazitin, artistin Shkodran Tolaj. Për popullin dhe lirin e popullit të vetë, por jo vetëm atëherë. Ai vazhdon të ngelet një qiri në erë që nuk fiket asnjëherë, e që na bën aq dritë. Fjalët e qiririt apo fjalët e Zahir Pajazitit. I sjell për ju Shkodran Tolaj dhe Kolja Kapella. Asa qirit e mos letën, Faleminderit Shkodran Tolaj për emocionet, për shpirtin, për përkushtimin, jo vetëm në art, por edhe si drejtor artistik në realizimin e gjithë kësaj akademie dhe këtij koncerti homazh, duke u marrë me çdo detaj për t'ju falur shkëlqimin të tjerë. Faleminderit Shkodran shumë. Personalisht kam patur fatin të rritem me idealist të cilët më kanë ushqyer me dashuri të pakufishme për çdo pëllëm të tokës shqiptare dhe me ëndrrën e madhe për lirinë e Kosovës. Ndërkaq në aspektin profesional kam patur dhe kemi fatin që të kemi një dorë të fuqishme mbështetëse, formacionin besjanave të mirë të kombit, një maestro të rrallë, të cilin sa herë e takoj më kujtohen ca vite dramatike. Në 92-97, ai drejtor i festivalit Radio Televizionit Shqiptar, ndërkaq babai im i ndjer, gazetari Çani Mehmeti, bënte lajmet e Kosovës në kuadër të Radio Televizionit Shqiptar dhe takoheshin çdo ditë. Përresha kurështare çfarë po bisedojnë? Bisedonin si ta thyenin kufirin shqiptar. Ishte e çuditshme për mua e re. Në më pas se kuptova se në vitin 94, këngëtarët nga Kosova shkuan me bark në Shqipëri për të kënduar në festivalin e Radio Televizionit Shqiptar dhe për të dërguar një mesazh se shqiptarët janë një dhe të pandashëm nga ju në veri, ashtu si që është muzika jonë një dhe e pandashme. Më vonë, si drejtor i Teatrit Operës dhe Baletit në Shqipëri, hapi rrugët dhe dyert për shumë të diplomuar nga Kosova Maqedonia, shumë prej nesh e kujtojmë si eksperiencë të jashtëzakonshme jetësore. Ajo është prezent tash e 30 vite në çdo aktivitet në Kosovë ku kërkohet dora e tij profesionale dhe personaliteti prej mjeshtrit të rrallë. Në fakt,
do ta ftoj në skenë për të përshuar një mesazh të Zahir Pajazitit. Nuk martona kur për pa u martu Kosova. Jam e bindur se Zahir Pajaziti, Hakim Zemrullahu, Edmond Hoxha, sot e ndjejnë lumturinë, e ndjejnë gëzimin, e ndjejnë krenarin tonë dhe për t'i kënduar këtij gëzimi, kësaj Kosove të lirë dhe dashurisë në këtë Kosovë të lirë, unë do t'aftoj në skenë mjeshtrin e madh, Zhani Ciko, për lirinë e gëzimin tonë. E sjellim së bashku me korin në dirigjimin e maestro Zhani Cikos, i cili mbi çdo dashuri e ka Kosovën, ashtu siç e kishin mbi çdo dashuri Kosovën herojnë tanë të padekshëm. Në nomi Anari. Maestro Zhani Ciko, ftoj në skenë profesor Arif Hikmet Xhemailin, profesoreshën Rudina Ciko, artistët e Ksheshrisa në Morava, drejtorin artistik Shkodran Dolaj, duke falenderuar përzemërsisht komunën e Kodujevës, stafin e kryetarit Shpetin Luiqi për këtë akademi dhe koncert Homazh Trinomi Anarit. Takohemi në